Në prefekturën e Kukësit u zhvillua takimi i Komitetit Rajonal për Menaxhimin e Zonave të Mbrojtura të Qarkut me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve vendore të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe të Pushtetit Vendor. Në fjalën e tij, prefekti i Qarkut, Dritan Baji, theksoi se mbrojtja e zonave të mbrojtura është një detyrë e përbashkët e institucioneve, komiteteve lokale dhe operatorëve turistik, ndërsa kërkoi gjithashtu që monumentet natyrore të promovohen më gjerësisht në mënyrë që të kthehen në zonat e frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj. Që do të thotë ne kemi më shumë punë se të tjerët për t'i ruajtur, për t'i mirëmbajtur edhe për t'i trashëguar dhe për t'i shfrytzuar, kuptohet njëkohësisht. Dhe kjo është detyrë e gjithëve ne, t'i ruajmë, t'i promovojmë, sepse janë pasuria më e madhe që kemi ne dhe janë kartvizita më e mirë që ka qarku jon, si për vetë komunitetet e qarkut, gjithashtu po mbi gjitha për turizmin që synojmë të na arritet në shembullin e Tropojes, po themi të Valbonës, e cila është po dhe lokomotiva e zhvillimit social-ekonomik të zonës, ndërkohë edhe pjesët e tjera, po themi, ose monumentet natyrore të qarkut Kukës, duhet promovohen po me të njëjtën intensitet, po me të njëjtën përkushtim që të kthehen dhe ato në zona të frekuentueshme nga turistat. Në takim u diskutua edhe për masat që duhet të merren për parandalimin e dëmtimeve mjedisore, ndalimin e prerjeve të paligjshme të pyjeve dhe menaxhimin e mbetjeve në zonat me vlerë të lartë natyrore. Pjesëmarrësit në takim u dakordosuan për forcimin e bashkëpunimit institucional dhe hartimin e planeve konkrete të menaxhimit për secilin zonë të mbrojtur me qëllim ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në qarkun e Kukësit.